u nisëm ne për bashkimin për rrugën Manej e bënte një agjensi jugoslave, ka qenë e udhëtimeve që bëshin ndërshtetërore, edhe na bashkoi me gjimnazin Skënderbeu të Drenasit, edhe me shkollën fillore Skënderbeu të Preshevës. Në gjimnaz kam punuar me një përkushtim, aq sa kisha dije dhe vullnet të madh natyrisht, se ishin ato fillime kur ishte edhe një autoritet fituaj edhe nga nxënësit, me qenë gjimnazist, nxënësit ishin diçka një vlerësim i veçantë i rrethit ku jeton. Për të zhvilluar aktivitetin tonë pasdite, na morën me një autoburg, na çunë në stacion policisë dhe mua maltretun veçanërisht, saqë me një grushtim të madh edhe një shqen, me hy një gjami i syzave ma qava arkadën, e ajo si pasoj pastaj e boni edhe këputin e retinës, dhe u përgjaka krejt si me qenë dalë prej luftës, ishin rrobat e verës të bardha, u përhap gjaku shumë. Nderuar shikues të agjencisë Kosova Info, sot kemi kënaqësinë që para jush të prezantojmë dhe të intervistojmë shkrimtarin, studiusin, profesorin, veteranin e arsimit Sinan Gashi. Fillimisht, profesor i nderuar, a mund të na shpalosni një pjesë të letërnjoftimit tuaj? Kush është Sinan Gashi? Po, është natyrshme se që në fillim të intervistave duhet të di shikuesi se me kënë ka të bëj. Unë quhem Sinan Gashi, jam fëmijë i mësuesit veteran që ka qenë mësimdhënës që pas 45-s, më njëherë pas luftës së dytë botërore. Shkollën fillore 4 klasë e kam përfunduar në Arllat, nga se nuk ishte 8 vjeçare, më është dash me shkuan në fshatin Kiev, tashtit komunës Malishevës, ku i kam mbaruar 4 vitet e 8 vjeçarës. Pas saj, kam konkuruar në shkollën normale Asokova në Prishtinë, që duhej dhënë 3 provime për të pranuar. I dhash 3 provime, mirë po, nga se mangësia ekonomike na ka përcjellur vazhdimisht, mu dash pa tjetër që të shkoj dikun tjetër. Shkova në Mitrovic, ku i kemi disa kushëri edhe sot e gjithë ditën. Atje kam banuar edhe ato në fakt ishin paralele të normales e Prishtinës në gjimnazin Silvira Tomazini të Mitrovicës. Pas 4 vitesh atje, viti 5, duhej shkuar në Prishtinë dhe paralelja jonë natyrisht shkoj komplet në Prishtinë, e mbarova normalen në Prishtinë. Pasi e mbarova normalen, u ktheva në vendlindje, se kishte nevoja Sokova shumë për kuadër edhe ishte vullneti i familjes që unë më njëherë të hyja në punë, dhe fillova punën në Arllat. Pas një viti, disi ambicjet e mia për studime nuk më lanë të qetë dhe mu dash që të konkuroja në fakultetin filozofik Asokova, që ishte degë fakultetit Universitetit Beligradit,
ku ishte edhe gjuha letërsia shqipe, dhe u pranova. E ndërpreva punën e mësuesisë dhe vazhdova në fakultet. Pas 2 vitesh, përsëri pata peripeti në kuptimin financiar, më dashta të bëj punën edhe një tjetër dytësore, të punoj në shkollën atëherë vllaznimi Bracfo në Biliq dhe t'i kryj studimet. Njëkohësisht edhe ligjëratat me ndërprerje edhe atë dhe kështu e përfundova edhe fakultetin gjuhë e letërsisë shqipe. Fakultetin e kam përfunduar me një ndërprerje 1 vjeçare, nga se kam qenë i smuar nga smundja mushkrive dhe kam qëndruar 6 muaj në spital intenziv në Prishtinë dhe pasi e kam mbaruar atë, jam kthyer sërish në Arllat në shkollën fillore. Pas shkollës fillore, 3-4 muajshe, për shkak të nevojave të kuadrit në gjimnazin Skënderbeu të asaj kohe, unë shkova dhe ja fillova punës në gjimnaz. Në gjimnaz kam punuar me një përkushtim, aq sa kisha dije dhe vullnet të madh natyrisht, se ishin ato fillime kur ishte edhe një autoritet fituaj edhe nga nxënësit, me qenë gjimnazist, nxënësit ishin diçka një vlerësim i veçantë i rrethit ku jeton. Dhe atje u angazhova me vitet e tëra, me ato peripecitë e fillimit, pastaj u ndërtu lokal i ri, dulëm hapësira të reja, krejt ato, dhe veç punës që e bëja me ditar, mundohesha që ta bëja dhe punën tjetër me aktivitetet lira që quheshin. Ato ishin me grupin letrar të nxënësve, ishte me nxjerrjen e një reviste letrare që është nxjerrë në 2 vite me titullin Zërat e kohës, që bënim bashkë me të ndjerin Ymer Elshani, që aso kohë ishte drejtor. Pastaj e përgatita me nxënësit maturant për herë të parë një dramë nga gjimnazistët. Drama ishte e shkruar nga unë me titullin Megjithatë vetëm krismë, e cila u zhduk dhe mos u botua kur, por që u përgatit dhe u interpretua nga të nxënës, u shfaq vetëm një premier. E ka edhe kjo historikën e vetë që s'ka rëndësi për atë. Në vitin 1980, Bashkia Kulturore Arsimore e Kosovës, Krahinës Kosovës aso kohë, e kishte formuar një komision prej një profesorit të universitetit, një pedagogu dhe një administratori tjetër, dhe kërkonin në për shkolla për ta zgjedhur cili ishte profesori më i devotshëm, më punëtor, më risimtar. Ata më zgjodhen mua dhe u shpalla profesori më i mirë në Kosovë. Dua të them edhe një çështje se unë nuk e kam ditur fare se do të vinte komisioni, as që do të kishte farë vlerësimi, por a ditë që kisha në klasën e 4 gjimnaz të shpjegoja për generalin në ushtisë dhe ekut Ismail Kadaris. Nga dëshira që sa më shumë t'i mobilizoja nxënësit të fokusoheshin te shkrimtari, e pata vun një nxitës fotografin poster që e pat botuar zëri i rinj se ditë atëherë, të portretit të Kadaris dhe vuna në tabel, ndërsa me veti i sillsha edhe materiale tjera shtesë. E vuna në fund tabelës, ku është ajo pjesa që mban shkunsin edhe sfungjerin, i vendosa ren kopjet e generalit të ushtisë vdekur, botimin e parë të Tiranës, botimin e parë të Prishtinës, pastaj botimin e parë në Francë Le Général de l'Armée Morte, që kishte botuar Ashet Literaturë, mandej romanin tjetër në gjuhën serbokrate General Mrtvë-Vojske, që ka botuar Radi Beligradit, në edicionin më të famshëm aso kohë që quhet Gjepna Kniga, libri i Gjepit, dhe në përkthim të Hilmin Thaqit. Po ashtu, botimin e dytë
të generalit botimin e ri, de facto, të generalit ushtisë Lekun Gjuhën Serbokrate, me një përkthim të ri, kësaj radhe të Sad Mekulit, general Mrtvojske, që e kishte botuar shtëpia botuese Bagdalla e Krushevcit të Serbisë. Dhe po ashtu e kishte botuar edhe shtëpia botuese Narodna Knjiga e Shkupit, generalët na Mrtvata Vojska. Të gjitha ato u bën përshtypje edhe nxënësve, sepse e shihnin se sa ka interesim edhe ndërkombëtar për vlerat artistike të Ismail Gadaris. Dhe në mes të orës, troket dera, hyn drejtori, thot më falni që pi u pengoj, urdhëroni thash, tha ka ardhur një komision, po ka qef me marr pjesë në orë të mësimit. Në atë komision i pari hyri Isak Shema, që kishte pas qenë kryetar, profesor i letërsisë në fakultet, kishte pas qenë kryetari i komisionit i zgjedhur nga ato organe, mandej Riza Brada, një pedagog edhe ai me emër, dhe një tjetër nuk më kujtohet. Po sa hyn Isaku u mahnit me ato libra dhe harroi për çka ka ardhur, shkoi pi merr ato libra në dorë, e po më pyet mua ku i gjetë, ku si gjetë, edhe nejtë një 10 minuta, si më thon, në mënyrë simbolike, pastaj kanë shkuar te pedagogu, i kanë marrë informatat për administratën pedagogjike në shkollë. Kështu që mua më ftuan dhe më dhanë një komplet librash të Esrem Çabet si dhurat, më dhanë një plaket e cila dëshmon se e ke fituar vendin e parë, edhe më dhanë një komplet stile lapsësh. Po sa u ktheva nga Prishtina, kompletin ja kam dhuruar bibliotekës të gjimnazit, sepse unë i kisha blerë më herët atë, edhe sot qëndron aty. Pastaj kam vazhduar studimet postdiplomike, për 2 vite kanë qenë ato me provime me kështu, dhe kam magjistruar me temën proza e Nënda Bulkës. Mas kohës afatit ligjor që ishte, kam propozuar dhe më është pranuar nga komisioni shkencor i fakultetit, arsimor i fakultetit filologjik, tema doktoranturës, e cila ka të bëjë me formacionet stilistike të poezisë së viteve 30. Edhe pse atë e bëra gati dhe vetëm për ta mbrojtur, ishin kohë të rrofulluara dhe nuk la afati kohor, kështu që më vonë mu djegë tërë shtëpia, mu dogjën gjithë biblioteka pasur dhe shkoj edhe tema me temë, më nuk ju ktheva asaj. Që i thëshin me vajguri, ishte një lloj dreqimi, dhe more e shkrova një poezi. Kur në mëngjes e lexova edhe një herë, po që ajo kishte qenë e Ndërmjedis. Po më kishte mbet mendje për Ndërmjedis, unë kujtoj që është poezia ime. Më vonë, gjithmonë ai interesim është zëruar pasaj në kuptimin më profesional, dhe poezinë e parë kam botuar në Pionieri. Ishte një poezi dëshmore, ishte aktuale atëherë për dëshmore, dhe më vonë një poezi tjetër po për fëmijë kam botuar në Zëri i Rinisë, ka qenë faqe për fëmijë që thonë tash shtanzët, ishte Stinë Dimrit, e pastaj
i kam filluar me poezi për të rritur, duke mos u larguar nga poezia për fëmijë. Bile e kam pas plotësuar një fletore me 100 faqe me dorë, poezi për fëmijë. Dhe kur një natë vjen musafer të baba im, profesor Anton Qeta, ja dhash me droje profesor, janë mirë këto. I lexoj, nuk reagoj, se ka qenë njeri shumë i kujdesshëm, nuk më tha që s'bojnë, po tha, duhet lexuar edhe më shumë. Dhe pastaj kam filluar me poezi për të rritur, po jo me një, dhe i kompletova, i mblodha në 2 vëllime, gjithmonë pa pas guxim si vëllim ta dorëzoj në shtëpinë botuese. Njërin e titullova Gjithmonë mbetet diçka pa thënë dhe të dytën Kosovarçi. Që të dy ato u dogjen si dorëshkrime. Ato dorëshkrime për herë të parë në një takim familjar, ku ka pas ardhur në bisedë, në vizitë me familja dhe më Gashi, ka pas lexuar dhe i dha disa vlerësime kështu, po ato veç shkuan. Pastaj, në fakultet, krahas studime përgatitje, unë ja fillova të bëj disa recenzione për romanin shqiptar. Romanin shqiptar që botuaj në Shqipëri, që këtu nuk ishte i njohur aso kohë, e që i kisha sjellë legalisht unë kur isha në vizitë, dhe në fjala fillova botim, më vonë u zgjeruan ato me interesime tjera, botova dhe tregimin e botaria aso kohë, disa recenzione, mandej bashkëpunova me flakën e vllazërimit që dilte në Shkup, mandej me një revistë që dilte në Shkup, revistë shkencore, s'mu kujtohet tash emri si e ka pas. Cilin vetë keni qenë në Shqipëri dhe ç'a na kujtonin nga ajo vizitë kur dikush e kisha ndar me pa Shqipërinë, ndërsa ti ke vizituar Shqipërinë atëherë? Fatkeqësia ishte se gjithçka vore nga politika. Kur pak zbuteshin raportet politike ndërshtetërore, hapin të hapësirë për diçka të natyrës, edhe të arsimit edhe të kulturës. Aso kohë si duket pak, unë s'po du me elaboru pse janë zbutur ato, për u dha mundësia që të bëhen vizita jo individuale, por kolektive të shkollave, me arsyetim për bashkëpunim arsimor dhe plan programe në mes të arsimit të Kosovës edhe të Shqipërisë. Unë aso kohë isha duke punuar në Obiliq, dhe kërkesa duhej bërë ambasadës shqiptare në Beligrad, ajo ta jepte vizat, mundësinë për të shkuar dhe kështu të ndodhi. Dhe u nisëm ne, por bashkimin për rrugën Manej e bënte një agjensi jugoslave, ka qenë e udhëtimeve që bëheshin ndërshtetërore, edhe na bashkoi me gjimnazin Skënderbeu të Drenasit, edhe me shkollën fillore Skënderbeu të Preshevës. Kjo rrugë ndodhi deri në kufi, kur hym më aton, ata për Preshevës i ndanë dikun tjetër, më nuk i pam 7 ditë sa kemi qëndruar, nërsa neve në lanë përbashkë. Ne ishim të përmalluar shumë, për secili ka përjetimet e veta, unë për veti gjithë natën nuk fjeta për gëzimit se do të shkoj në Shqipëri, por posa hym në kufi, më njëherë e njeva një shqetësim të thellë. Pse? Sepse dogana ishte një shtëpi e vjetër, rënuar, gjithë me rënuar gati, dhe ishte ngritur atje një flamur i rreckosur, i dalën boje prej shivët e prej motit, kush si shkujdesur për te, dhe dulga ai doganieri, që nga pamja kështu ma qënë të madhën e Zhan Gabenit, me një palto gati dhe në fund kamëve, një kasket, edhe veç një përshëndetje zyrtar. Mjëdita, dhe kur gjë ma shumë asë mirë se sert, hap një qantat e bon një kontrolë kështu, edhe unë nisim, a ne shkojshim me autobus tjetër. Këtu shkojshim me autobusin e deri në kufit të Shqipërisë, nuk i le të Beograd, nuk i lejshim me shkuan më tanë, a ne me autobus thjesht, unë nisëm nga Shkodra kështu. Kemi vizituar
Durrësin, po nga se musafir i gjimnazit Skënderbeut të Llogovësit aso kohë, ishin musafirët e gjimnazit Skënderbeut Durrësit. Ndërsa na tjerë ishim vesh dhe nuk shkoheshin prej tyre, shkoheshin të gjithë së bashku. Kemi nejtë në Tiranë, kemi nejtë në Durrës, kemi qenë në Gjirokastër, kemi qenë në Berat, kemi qenë në Firë, dhe kishim të drejtë që qashtu ishte leja dhe organizimi, që të hymë mrenda ndorët mësimit, pa leje, me nej pak, me pasi po zhvillohet mësimi dhe me dalë të tjetër. Dhe në fund të bëshim rezumen, mrenda asoj shkolle, me profesorët e atyre shkollat mesme, me profesorët këne që ishim, lidhu me plën programet, me qka na po amërisi, qka duhet, qka mendojmë, qka s'mendojmë. Po ishte të kohë e komunizmit vrasht dhe një ngurrim, edhe atyre profesorëve nuk guxonin që të shpreheshin lirisht. As për letërsinë e Kosovës, as për kur gjë. Megjithatë, na u kënaqëm sepse e pama atë vend, e hoqëm atë mall dhe komunikum me ata njerëz. Veç ta them një çështje që na ka bërë përshtypje atëherë të keqe. Na çunë me pa film shqip. Por nuk na çunë në sallë të filmit, për mos me kontaktu me popullatën, por na çunë në atë sallën e Kinostudios Shqipëria e Re, ku atje bëhet vlerësimi para prak i filmit, me një numër të kufizuar të ulseve, ndërsa kur na kanë dërguar për të parë koncertin e ansamblit këngëve dhe të vallëve në sallën e madhe të operës, nuk kanë pas mundësi ta bëjnë ndarje, prandaj ne na lanë në anën e parë, në anën e dytë përfaqësues të ambasadave të akredituara në Shqipëri dhe pastaj popullat. Kështu që na përsëri ishim në një tampon zonë. Bletëm libra, si që thash, se cilit lamiz vetë, se këto janë histori gjata, po kur u kthym në kufi, kontrollojshin malaziasit dhe natyrisht inaçin. Ato që ka ishin kimi, shkencat të natyrës me i fjalë, nuk kishte ndonjë problem, këto ishin të letërsisë dhe të historisë problematike, dhe unë i futa në mesin e librave të kolegëve i shpërndava, dhe ata që i parë në fillim matematikë po zëmë, edhe ashtu mujta me i qitë në këta. Na fatkeqësisht që nuk gjimnazi po flastash, që ishte vëllazëruar me gjimnazin Skënderbeut Durrësit, nuk e vazhdoi më atë miqësi. Aty sigurisht ka luar rol politika, veç edhe një ta them se është më rëndësi, na dhanë dhurat bustin e Gjergj Kaseriotit Skënderbeut, punimi dhe si Paskalit, por vetëm në gips, jo në ashtu në Allëqi, edhe kanë marrë pastaj në kufi dhe është vendosur në hollin e gjimnazit Skënderbeut në Drenas. Të kthehemi prapë të shkrimet, do të thotë më shumë jeni fokusuar në studimet letrare dhe studimet tuaja janë të veçanta. Madje keni hequr pluhur në shumë figura të anatemuara. Po se cilin njeriu fokusohet nga diçka, unë për veti, edhe gjatë studimeve, po e zëm, jam interesuar për disa që dikush nuk i njihte, dhe më bënte përshtypje, pse të gjithë nga rendin mas 2-3 personaliteteve, 2-3 shkrimtarëve, 2-3 poetëve të mëdhenj që ata vlerën e mastisë kanë, po për shembull, e kam bërë një statistikë që për veti, jo për të tjerë, 127 studios ose recenzentësh kanë shkruar për krijimtarinë dhe në emfrashe. Qoftë edhe vepra të plota, qoftë edhe kështu. Teke. E tashti. Po ta marrim si objekt në emfrashën dhe të shikojmë nga 127 vende çka mund të mbetet pa u parë, asgjë. Ata që shkruajnë më vonë për te, ose kompilojnë, ose si më thënë, i përsëritin njëjtat fjalë se nuk di. Prandaj, unë kisha edhe një kompleks. I thoja vetes, a thu vetëm kaq pak shkrimtar kemi ne, kur dihe kur daton jeta e shqiptarëve tjetër historikisht. Dhe kështu, një nxitje të vogël, ma ka bërë përsëri një nxënës i gjimnazit. Ishte një nxënës vit 4, baba i tij mësues, janë atë muara i ndjekur pak, nga Bainca,
Edhe po ma bën një pyetje. A ka mundësi profesor me më shpjegu, a ke lexuar në herë librin të ndodhunat e Shqipërisë prej një gege që do venin e vetë? Unë de facto nuk e kisha para se kisha lexuar, se kisha dëgjuar, po më bëri përshtypje dhe vrapova në institut e lypa dhe gjeta një kopje. Po tash unë e gjeta kopjen si histori e parë e shkruar, po më vonë kush është ky një geg që e don venin e vet, edhe përsëri ajo mi hapi rrugët edhe për hulumtimet dhe vepra të tjera të vjetra, edhe e dyta për pseudonimet. Por librat e vjetra ka pas edhe ati im që thash ishte mësues veteran, ai kam shef që ashtu i kam maskuar, nga herë ka hequr edhe kopertinat për mos mu gjet nga të tjerët, sa e kishte babajin e vrarë në tokë bashkën 45-ën, si e ndëshest, dhe më vonë ato vepra që ka mujta me jerujt për asaj, unë s'disha çka janë, duke u vetëdijsuar profesionalisht fillova dhe të publikoj. Për shembull, një tragjedi në Vargje e Gjergj Komninës, Naimi, poeti njeri, është fjala për Naim Frashën që ja kushton, kur e kam botuar dhe e kam qitë kopertinën, asë në Shqipëri nuk e kanë pas. Pse se kanë pas? Sepse Gjergj Komnino ka studiuar në Firenze. Libri është botuar në shtëpinë botuese Marzocco në Firenze. Dhe kur i ka sjell ai knej, ata kanë burgosur dhe në Shqipëri kur burgosin në kuptimin politik, ja zgjasojshin krejt me libra, me dokumenta, me krejt, se ka pas askush, fati ka desh që unë ta kem atë kopjen këtan, edhe mandej të thuhen edhe tjerët mendime për Gjergj Komnin. Sigurisht që ka qenë sfidë gjatë hulumtimeve tuaja dhe gjetja materiale ndryshme, dokumente, fotografi, shkrime. Ku i keni siguruar ato më shumë? Po unë kam pas një ide se puna e studiusit, nëse mund të them vetes se jam studius ose hulumtues shkencor, është si një lloj punëtorin minier, duke hequr një gur që me kazm del një gur tjetër më interesant, më me ngjyra dhe ai tash nxitet ta nxjerrë tjetrin atje. Edhe unë këto si bazë fillestare dhe nxitje kanë qenë ajo biblioteka e babait tim. Jo shumë libra shumë të rralla. Pas asaj, ku kam qëndruar, me kënë kam nejtë, gjithmonë bisedat i kam pas për këte, mos e kene i libër, dhe kam gjetë disa njerëz që nuk e dishin fort të rëndësinë e tyre, i kam gjetur disa libra të asoj natyre, pastaj kam hulumtuar në për biblioteka, në për arkive, edhe për shembull bibliotekën kombëtare të Kosovës, Pjetër Bogdani, si duket, i vetmi unë i kam shletuar për shkak një studimi për vitet 30 krimtarisë, të gjitha numrat e revista dhe gazeta vitet 30. Dhe kur personelet me sillnin ato i lëshonin me zgjidhje të lidhura me pej, pluhuni shkonte në tavan, se si kish hap kërkush. Se është një rrezik edhe prej smundjeve të atij pluhuri kështu. Po do të thënë, ambicia ishte shumë e madhe dhe kur një kohë mbeta i pa punë, atëherë atë kohë e shfrytëzova edhe më shumë për të bërë hulumtime në kësaj natyre. Nga libri Detari Perzhitur, shihet se keni pasur një bibliotekë shumë të pasur, të cilën u dëgjën Piramanët serb. Si e përjetuat? Po e përjetova ranë, unë isha aso kohë i ikur i stërhuar në fshatin Bajt Malisheves, ka qenë një Bylyk Bashi, fotoreporter ka qenë, Enver, po, edhe njëshim nëse ishim në një lidhje shoqënuar më herët, edhe i kish dalë me një gazetar të bëj do raporte për kurrin këta të strehurit tjerë. Më flet më kështu, tha, duket ta kanë kallë shtëpinë. Jo, tha, e kemi parë për slargu për i bjeshkës, se i ka shku flak shtëpisë. Dhe natyrisht e disha çka ka ndodhur. Po është një çështje tjetër. 20 vite unë kam ble libra, nuk kam qurë rogë në shtëpisë, atëherë u forcuam ekonomikisht, kështu, dhe librat e blera ishin nga shtëpitë botuese të Beligradit, Zagrebit, Sarajevës, edhe të Titogradit, atëherë të Podgoricës, ishin veprat të shkrimtarëve dhe studiuesve evropianë botëror të përkthyer në gjuhën serbokrate. Nga se
na kishim të kurzuar që në shkollë mesme gjuhën, e njihja gjuhën se bukrate, dhe ato më kanë dhimbë shumë, ndërsa këto libra tjera të mijat, më dhimbën, po unë e disha se mund të përsëritim dikun seri botim. Pa e që kam më ndinjoj shumë edhe njëva ishte tema e gatshme e doktoranturës që pa ta lidhë në formë dispense, vetëm për dalë para komisioni, që u caktua komisioni për mbrojtje, a i më shkoj që më kur nuk ju ktheva asaj, se është një punë pak e rëndë dhe më humbi vullneti, dhe një 4 vëllime, 2 poezi, 1 studime dhe 1 fillim romani, të cilat ishin pashtu dorëshkrime. Fillimisht si profesor, pastaj edhe si drejtor i gjimnazit Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Llogostë, çfarë mund të kujtoni nga ajo kohë? Unë e kam marrë me emocion të madh, tepër të madh, dhe mund të thuhet në ekstrem dashurinë ndaj profesionit të arsimit. Këtë profesion ma ka ngjizur në mendjen time, në qenjen time, babai im që ishte mësues, dhe kur merrte nga njëherë me veti, hynte në klasë, ngriteshin të gjithë nxënësit në klasë. Mirë dita, unë shikoja çfarë respekti, çfarë madhështia, ka mundsi unë ndonjëherë të bëhem kështu. Dhe prej aty më ka lindë ajo dashuria për arsimin. Po ashtu në gjimnaz jam munduar të bëj të pamundshmën, nuk flas se s'kam bërë të tjerë, po flas për veti, në mënyrë që gjithmonë nxënësve t'ju çoj edhe mjetet konkretizimit jashtë atyne që ishin të blera. Për shembull, kur kam shpjeguar rindasit, unë kam bërë vetë në shtëpi harta me mece që ju thonë, vetëm pikat ku e qyteteve, vendeve ku kanë qëndruar, për shembull Migjeni ose Naimi ose Fanoli tjerë, dhe dilte një hartë tjetër. Unë atë e quja harta e shkrimtarit. Jo e harta ku ka lindaj, pa e harta që krijohej në hapësirë, në bazë kur i bashkoj ato vijat të vendeve ka lëvizuraj. Dhe me ta kam punuar me të na format, jam munduar të nxjerr edhe një risi. Risia ka qenë bile ka fundi kur fillova të piqem në profesion, që nxënës mos i shënoj edhe kur nuk vinë në orën e mësimit ose kur nuk dojnë më nejnë mësim. Ju thosha unë ta jap një dysh, nuk prish punë, mund të shkosh, po dije që ka me të lamangut kjo. Ma shumë kur arrit efekti te ata se sa po t'i thëshe pse kështu a pse ashtu. Por aq sa kam punuar me ditar, nuk është asnjë shënim që e kam vënë i vrejtje, ose kam thotë thirrë prindin, ose kam qitë jashtë nga ora, pavarësisht çfarë gabimesh ka bërë. Dhe më vonë, që e thash, erdha ajo vlerësimi për punën time si profesori më i mirë në Kosovë, po erdhën demonstratat e vitit 81 dhe ndodhe një rënimi gjithë shkafës, një gjendje tepër e rënë, neve na akuzun se profesorët i kanë faqe që i kanë nxitur. Është e vërtetë se nxënësisht kishin përpara na mrapa, po na nuk i kishin nxitur, edhe ato ishin organizuar dikun tjetër, po kishin reflektimin edhe në shkollë. Pas asaj na morën pyetje me radhë, na përjashtun 18 profesor për një herë i përjashtun nga gjimnazi, ndërsa mua më caktun mos pa drejt punën me ditar, për shkaqe ideologjike sipas tyre, por më caktun referent juridik në BI-n që i thëshin atëherë Bashkësinë Qeverisë të Interesit për Shëndetësi dhe Punë Sociale në Llogostë. Kam punuar 9 vite jurist. Edhe mandej kur ndryshon kohërat, mos më shpjegoj me detaje, sindikata pavarur e arsimit të Kosovës morë vendim të kthehen në vendet e punës ata që janë larguar pa të drejtë, se nuk na çuan asnjë cop letër pse na kanë larguar, as kishim drejtë as ankese, dhe u ktheva. Pas 5 muajve me ditar sërish, kur erdha nga terreni, se isha atëherë edhe sekretari i Lidhjes Demokratike Dega Ndrenas, isha në terren, po më thirrën kolegët më njëherë në hall të gjimnazit, hajde drejtor, thash, mos bëni shaka, unë jam drejtor, po ja të kemi caktuar kështu. Dhe më kishin caktuar drejtor pa më pyet mua, sepse drejtori që ka qenë aktual kishte dhënë dorëheqje sipas tij për shkaqe shëndetësore. Dhe hyra i mora qelsat, po mendoj çka duhet bëj. Ata pranoj, atje vëdërzojmë qelsat organeve të dhunshme se
pa drejtor nuk bëhet shkolla. Kërkush se kish marrë atë punë. Dhe nga se kisha edhe një ngarkesë ose përgjithësi, më mirë të them, politike, se isha duke udhëhequr një lëvizje për çështjet shqiptare, për pavarësi, për liri, atëherë mu dash ta pranoj edhe atë barë, mu bë me 2 gunga dhe fillova të bëj. Ajo ishte koha më e rëndë e mundshme që është organizuar në një herë mësimi. Është e vërtetë se për 2 vitet atë nuk na larguan nga shkolla, po s'kishim kur farllojtar, në shkolla ishte rrezbitur, s'kishte tolla, s'kishte ujë, s'kishte rrymë, s'kishte asgjë, s'kishte, as shkumsa s'kishte. Dhe të gjitha është dasht me lëviz pa ndalë hiç për t'i kërkuar ato. Vëllë nuk ishte as thëngjillë, dhe pa thëngjillë, pa ngrohje, mësimin ndërpritet vetvetiu. Përveç asaj kemi pas edhe një dhunë të policisë serbe, e cila patrullonin dhe vinin shpeshherë në sallat arsimtarëve, i fynin arsimtarët në prezencë shokut, ju jeni të paaft, ju jeni të mrapsht, ju jeni të poshtë, i grushtonin nxënësit brenda klase ose në obor të shkollës, të gjitha me instruksionet që ju thojsha unë, natyrisht, duhet i durojmë sepse synimi jonë është diku përpara. Këta kanë qef ta kenë një diçka, një kusht, një kushtzim në mënyrë që të na largojnë nga shkolla. Po edhe kjo nuk zgjati shumë, dikur erdhën na dhanë ultimatum që të largohemi nga shkolla. Atëherë u ndan shkollat i marrëveshje që bëra me shkollat fillore, ku gravitonin më shumë nxënës, i bëm 8 shkolla të mesme, po e quajnë shkolla të mesme, ku ish përdanin nxënësit. Tash profesorit shkonin herë një shkollë fillore, ndërsa nxënësit e kishin më afër dhe nuk dinin fare në rrugë. Kjo kanë qenë ajo koha shumë më e rëndë, të cilin e kam përjetuar edhe unë shumë, për arsye se më kanë marrë 6 herë në biseda informative, me kërkesa absurde. Një nga kërkesat që ishte më absurde, thoshin pse nuk po i lejojnë nxënësit të mësojnë serbisht, se ka vullnetarë që dojnë të mësojnë gjuhën serbokrate. Unë kur i thoja, po sillni ti shikojmë kush janë ata nxënës, ata heshnin, nuk ishte aty esenca, dhe kështu vazhdoi për një kohë, dikur si duket edhe unë jo kalova pak me atë kokëforcin time, po e quaj se nuk e disha krejt çka është dajaku, dhe pastaj një ditë bashkë me kryetarin e LDK-s në rrugë bisedonim na për ka po shkojmë për terren për të zhvilluar aktivitetin tonë pasdite, na morën me një autoburg, na çuan në stacion policisë dhe mua maltretuan veçanërisht, saqë me një grushtim të madh edhe një shqen, me hy një gjami i syzave ma qava arkadën, e ajo si pasoj pastaj e boni edhe këputin e retinës, u përgjaka krejt si me qenë dalë prej luftës, ishin rrobat e verës të bardha, u përhap gjaku shumë, dhe ai symo nuk funksionoi sot atë ditë. Edhe kështu na çuan pastaj në Prishtinë, na maltretuan gjithë natën, me diun kryetarin në nalën atje dhe dënuan me 1 muaj a 2 burg, nuk e kujtoj saktë sa ka qëndruar, ndërsa mua majtën deri ka ora 11:30. Atëherë thanë shko, tash ti, po unë s'isha që shkoj, isha i llomitur, sepse krejt trupin prej pulpave të kamës deri te qafa, isha plot hematome prej maltretimeve, ndërsa një rast tjetër më thanë që të shtrihim dysheme policia, më shkelen me 2 këmbë me qizme në gjunjë, më detyruan të dathi këpust edhe çorapet dhe me shkopi më pshoshin shputave të këmbëve. Kështu që ato fillun të ajën, edhe me shkel nuk mundisha prej tyne, edhe trupi ishte i njëjtë. Ka qenë një përjetimi i rëndë, nga i shkak nuk mujta me shku mandej në punë. 4 muaj nuk kam shkuar fare në punë, dhe jem shëruar në shtëpi si ka mundur, sepse ata kontrollat i kishin të mëdha, edhe si isha i aftë më fizikisht për ta bërë detyrën, derisa filloi viti tjetër shkollor. Do thotë edhe më herë që në vitet të 10-ta do thotë politika murë me ju, edhe ju diferencoj atëherë në ashtu qytëra diferencime dhe politike. Ndërsa nga vitet 90-ta ju filluat merret me politikë.
Po unë me politikë, nuk e dishim ama politikë, na dishim që po bojmë propagandë pozitive, se unë për veti, për shkak të vijes keqe të familjes në aspektin politik, se gjyshi ishte vrarë, e këshim pushkatuar në tokë bashkë, që shtash, vllai i tij kishte mbetur i vdekur në Koloshin duke mbrojtur tokat shqiptare, qevori nuk i dihet kur asnjë anet. Atëherë edhe baba im ka pas probleme gjithmonë, kështu që 6 herë kanë përjashtuar nga puna, e kanë qenë viset kur e kthente gjykata me 100 peripeci, 1 vit pushoi, 2 vita puno, dhe e kemi pas një frikë nga politika. Megjithatë, ky ishte një obligim shumë i madh njerëzor, kombëtar që i ra barr intelektualëve natyrisht, edhe është një vërtetë e madhe se kur e dija unë që në krye të saj ishte Ibrahim Rugova, që ne ishim gjenerat në fakultet me Ibrahimin, unë disa herë edhe isha konsultuar me te dhe kisha huazuar libra sa i punonte në Institut Arboneligjik, nuk s'kisha mundësi të qëndroj aty, a i merrte në emrin e vet dhe më huazonte mua. Atëherë ishim më afër, mu dasht patjetër që t'i bashkohem edhe unë kësaj nisme për ta formuar Lidhjen Demokratike të Llogovcit, degës në Llogovc, dhe për ta vazhduar atë deri sa janë realizuar dhe janë manifestuar të gjitha ato zgjedhjet që janë në nivelin edhe lokal edhe qendror të mekanizmave shtetëror. Këtë punë kam vazhduar deri mas luftës, mandej jam pasivizuar se dulën plot të tjerë dhe unë nuk pata mundësinë as fizike ta rjetoj atë. Kjo intervistë më tjetë ndoshta me pyetje pa barim, po megjithatë, nëse diçka ju ka mbetur peng pa thënë dhe doni ta thoni. Unë një profesionin e kam me fol. Kam fol shumë si mëdhanës. Kam fol shumë edhe po e quj vetën tash si politikan, se ishin 9 vite pa nal, natë e ditë, duke interpretuar gjëra, duke shpjeguar atë sa kishim aftësisë për çështjen tonë, për t'ju hequr atë frikën nga propaganda serbe që bante mbi Kosovën, jo për luftën, jo për kështu, kur na s'kishim kurfar mundësie për kur gjë. Prandaj unë kam shumë gjëra për thënë, por për këto nuk duhet lodhur shikuesi, sepse ato janë ndoshta më shumë individuale. Vetëm një pata qef ta përmend që më ka ndodhur një rast në fshatin Abri me Lidhjen Demokratike të Kosovës, kur u mbyllën të gjitha mjetet e informimit, gazetat të ndalen, televizioni umur, radio, gjitha ato, dhe shpërhap një propaganda ndaj parit se do të filloj lufta, çka do të bëjmë ne, jemi të papërgatitur, ku, kështu, dhe më thërën mua që të shkoj ta bëjmë një mbledhje me Lidhjen Demokratike, të vetmin mjet me të cilin komunikon të popullata. Mos më zgjat shkolla ashtu si munda, dhe ishte u buar plot shkolla i shmosh me gjitha kategoritë, pleq, plaka, tri, gra, burra, po nga si zuri shkolla, atëherë dulim në bar të shkollës, mu më qëtë një tavolinë që atje me i karrik, ata ullë në bari, dhe ja nisa unë përshpjegaj. E kisha bindjen se pa rrejt nuk ban, se rrejt është shumë pozitive. Në 3 raste duhet njeriu me rrejt gjithsesi. 1, duhet me rrejt atë njeri që është ka vdes dhe ti shkon me pa, nuk thuhet pas ke marrë fund, po jo më mirë që edhe në i ditë pak e kështu, a i pak në gjallat. Duhet me rrejt atë që është i varfër, me thonë, jo, veç që mundesh me shty edhe javë ditë, se tani kanë marrë kështu fitime, edhe a i në gjallat pak, nuk i humbë shpresa, dhe a i që është i robruar, duhet pa tjetër që ti thotë se liria është afër, liria na jemi më të fortë, pavarësisht ai as je më i fortë. Dhe kështu e bëra unë me këtë koncept, ju dhash mendime që më shumë ishin fantazi se realitet, se ata ne kanë nal mjetet e informacionit, por na do t'i bojmë tash me do antena prej satelitit dhe ato antena rrezet e tyre nuk mund t'i nal kërkush, do t'i hapim edhe me 10 televizione, me 20-30 gazeta tjera, ide nuk e kisha që mund ndodhë, ajo po ndodhi fatmirësisht, dhe
Luftë nuk më të bën një njeri vetën, na nuk dojmë luftë, a ndashin le të bëjnë me vetën. Një plak ishte ullë para me një pamje madhështore, fizike, si Bajram Corri, mustecet mëdha, me një shall lirë dhe kokës, me tirë të bardhë, dhe tepër i ngarkuar me përgjithësinë sipas tij familjare çka të bëjmë me fëmijët, veç pinte duhan, e kish ullë kokën e mlonte tymi duhanit. Kur e kreva gjithë, ai gradualisht t'ju tërheqë, t'ju ndëgju fjalët e amla, edhe u drejtu, i haq pak ajo farbrenge. Thasha, keni diçka, çka të keni pyetni unë vijim, s'ka nevojë u më shqetësua. Dhe u ngrit në kamë erdh afër, ka hije bërbir, tha se na knaqe. Unë po du me thonë, unë jam fan, ty do shtem me thonë, jam fan për Allahut, i tha, mos e zgjat ma ne e bërbur, se vallahi më ka thënë baba që katolikët janë të pretë të bunë, po të besoj. Edhe e përmbyllëm ashtu. Po ka plot këso, po me kaq unë nuk kisha më u lodh më shumë.